Akrepi. Dashuria. Nëntori e ndriçon shikimin intensiv të akrepit me shkëndija pasioni dhe të vërtetë. Në marrëdhëniet e dashurisë së akrepit, asgjë nuk është sipërfaqësore, çdo emocion është i thellë. Nëse jeni në një lidhje, do të përjetoni momente të bashkëpunimit të madh emocional me partnerin tuaj, pothuajse telepatik. Mund ta gjeni veten duke rrëfyer dëshirat ose frikrat e pashprehura më parë, duke u ndjerë më në fund të lirë të jeni vetvetja pa maska. Ky nivel i ri i sinqeriteti do ta forcojë lidhjen tuaj në mënyrë të pasgjithshme. Megjithatë, nëse marrëdhënia është e mbushur me pasiguri, nëntori ofron mundësinë për të sqaruar. Është më mirë të adresoni me qetësi një temë të pakëndshme sesa të lini pa kënaqësinë të përhapet. Nëse jeni beqar, magnetizmi juaj do të jetë i lartë, do të tërheqni njerëz të magjepsur nga misteri juaj, por do të zgjidhni intuitivisht ata që meritojnë të njohin botën tuaj të brendshme. Çfarë ju nevojitet vërtet në dashuri, përtej pamjes së jashtme? Yjet sugjerojnë që të mos keni frikë nga cenueshmëria, të tregoni zemrën tuaj me plagët dhe dritën e saj, do t'ju sjellë takimin e vërtetë që dëshironi. Këshilla praktike në dashuri është që ta kanalizoni intensitetin tuaj në gjeste konkrete dashurie, një letër pasionante, një përqafim i gjatë dhe i sinqert ose një surprizë e krijuar posaçërisht për tjetrin. Do të shihni se hapja e vetes pa rezerva do të frymëzojë një dashuri edhe më të thellë. Shëndeti. Energjia juaj këtë muaj është e fuqishme, por duhet të menaxhohet me mençuri. Akrep, ju njiheni për qëndrueshmërinë tuaj, por edhe ju duhet të rigjeneroheni her pas here. Fizikisht mund të ndiheni të fortë dhe të vendosur, me një nivel të mirë vitaliteti, por keni kujdes nga stresi i akumuluar. Emocionet intensive që përjetoni mund të ndikojnë në trupin tuaj në formën e lodhjes së papritur ose tensionit të muskujve, veçanërisht në qafë dhe shpinë. Lejoni vetes momente pushimit të plot kur keni nevojë, pa e gjykuar veten të dobët për këtë. Aktivitete si noti, i cili ju vë në kontakt me ujin, mund të kenë një efekt pothuajse terapeutik, duke ju ndihmuar të çlironi negativitetin dhe të dilni duke u ndjerë më të lehtë çdo herë. Kushtojini vëmendje dietës suaj, duke u përqendruar në pastrimin e ushqimeve dhe duke pirë shumë ujë për të eliminuar toksinat fizike dhe emocionale. Mirëqenia juaj emocionale është thelbësore, gjetja e një mënyre për të shprehur ndjenjat tuaja, qoftë përmes artit, shkrimit privat apo një bisede me një mik të besuar, do të shërbejë si një dalje. Këshilla shëndetësore është të mos injoroni sinjalet e trupit tuaj, nëse instinkti juaj ju thotë të ndaloni, dëgjojeni atë. Duke rigjeneruar veten në një nivel të thellë, do të arrini në fund të muajit më të fortë dhe më të përqendruar. Puna. Profesionalisht, nëntori është një kohë konsolidimi dhe fuqie të qetë për ju. Suksesi profesional për akrepët shpesh ndërtohet prapa skenave, dhe edhe tani ju preferoni të veproni diskret, por pa pushim. Ju keni një qëllim të qartë në mendje dhe do të punoni strategjikisht për të arritur atë. Asnjë detaj nuk ju shpëton dhe ju e dini se si t'i lëvizni pjesët e duhura në kohën e duhur. Mund të vijë kënaqësi konkrete, siç është një negocim i suksesshëm ose një projekt i përfunduar me përsosmëri. Nëse dëshironi ndryshim, javët e fundit të muajit janë të përshtatshme për të planifikuar lëvizjen tuaj të ardhshme, ndoshta përditësimin e çvës tuaj ose eksplorimin e mundësive të reja, por pa zbuluar shumë nga qëllimet tuaja derisa të vijë koha e duhur. Pranoni ambicien sekrete që digjet në zemrën tuaj. Pranimi i asaj që dëshironi vërtet është hapi i parë për të arritur atë. Në punë, këshilla praktike është të qëndroni të qetë edhe në presion. Qartësia juaj mendore është arma juaj fituese. Shmangni lojrat e panevojshme të pushtetit dhe rrethojeni veten me aleat të besuar. Duke demonstruar integritet dhe kompetencë, do të arrini rezultate të jashtëzakonshme pa bujë, por me kënaqësi të madhe personale. Rruga shpirtërore. Nëntori, me peizazhin e tij të gjeteve të rëna dhe ajrit të pastër, pasqyron shpirtin e akrepit në transformim të plotë. Në udhëtimin tuaj shpirtëror, ky muaj përfaqëson një udhëtim përmes hijes dhe dritës, duke ju çuar drejt rigjenerimit të brendshëm. Do të ndjeni një nevojë të fortë për të lënë pas të kaluarën dhe plagët e vjetra, ashtu si pemët e zhveshura përgatiten për një jetë të re, do të çliroheni nga ajo që nuk ju shërben më. Mund të gjeni veten të tërhequr nga praktikat e thella të introspeksionit, siç është meditimi transcendental ose mbajtja e një ditari ëndrash. Njohuritë që merrni do të jenë të fuqishme dhe të thella. Më në fund do të kuptoni modelet emocionale që ju kanë kushtëzuar prej kohësh dhe do të gjeni guximin për t'i thyer ato.
Kjo është gjithashtu një kohë me intuit të madhe, ëndrat, rastësitë dhe instinkti ju flasin qartë. Këshilla shpirtërore për ju është të mos keni frikë të vdisni simbolikisht ndaj mënyrave të vjetra të qenit. Çdo fund është fillimi i një rilindjeje. Ritualet e thjeshta si djegja e një cope letre në të cilën keni shkruar atë nga e cila doni të çliroheni mund t'ju ndihmojnë të ndjeni këtë transformim. Përqafoni thellësinë dhe magjinë tuaj të brendshme, do të dilni nga nëntori me një shpirt të ri për të rirë dhe edhe më të fortë. Qëllimi juaj i muajit. Qëllimi juaj për nëntorin, akrep, është rilindja. Keni përjetuar emocione intensive, keni përballuar hije dhe keni fituar qartësi brenda vetes. Tani është koha të dilni nga hiri juaj më të mençur dhe më të ndritshëm. Në çdo fushë, nga dashuria te puna, keni mësuar se forca e vërtetë qëndron në ndershmërinë emocionale dhe aftësinë për të lënë pas atë që nuk ju shërben më. Me këtë vetdije të re, do ta përfundoni muajin duke u ndjerë të fuqishëm por edhe të lehtë, në kontroll të fatit tuaj të brendshëm. Mesazhi i fundit për ju është i thjeshtë dhe i thellë. Besoni transformimit tuaj, sepse prej tij, një version edhe më autentik dhe i pathyeshëm i jush do të rilindë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.